Konsideroj se për aq sa ka pasur mundësi të hetohet është hetuar dhe aktakuza, edhe nëse nuk është aktakuza më e mirë e mundshme në botë, është aktakuza e mjaftueshme për të shpallur fajtor. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Domethënë konsideroj që do të vërtetohet për te dyshimit bazuar mirë se Naim Orseli e ka privuar nga jeta me dashje dhe me planifikim një antar të vetin familjes, duke marrë pjesë edhe vetë fizikisht në atë eliminim fizik. Për Naim Orselin, unë konsideroj që deklarata e tij ka qenë më shumë tendencë për ndikuar në publik, se sa që ka qenë diçka tjetër, por që dënimin me burgim të përjetshëm unë besoj që është si një ushtim në kokën e tij që e dëgjon çdo ditë, konsideroj apo në çdo moment, sepse është diçka që e pret dhe nuk ka dënim tjetër i cili është më meritor për rastin ndaj tij dhe atë dënim e ka përmendur ndoshta vetëm për shkak. Sa do të mirën parasysh sepse u lexua një deklaratë e njërit prej fëmijëve. Sa do të mirën parasysh këto deklarata të fëmijëve për dënimin të imi kështu maksimal për Zotin Orseli? Deklaratat e fëmijëve për shkak se edhe në kohën e kryerjes veprës penale nga ana e të akuzuarve, fëmijët kanë qenë nën moshën 10 vjeçare dhe nuk ju merret dëshmia, por që ata fëmijë janë non-stop në përkujdesin e institucioneve suedeze që merren me progresin e tyre mendor, social dhe përpilojnë raporte për këtë çështje. Dhe gjitha ato raporte ne do të kërkojmë nga shteti suedez që t'i dorëzohen gjykatës konform procedurës për ndihmë juridike për bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Duke pasur parasysh me Suedin, nuk është kjo... Shteti suedez nuk është që s'mund ta bëjë këtë, por që vetëm duhet të ketë kujdes se cila nga pjesët është konfidenciale, cila jo, cila dëmton progresin e bërë me fëmijët deri tani, për shkak se një pjesë mundet që ta rikthej gjendjen më të keqe të fëmijëve se sa që kanë arritur progres në aspektin social. A keni pasur ndonjë kontakt deri tash me institucionet suedeze deri në këtë periudhë që të mirë ndonjë raport? Raportet dorëzohen në mënyrë periodike të familja Ademaj. Domethënë familja Ademaj pranon raporte. Fjalën që e përdora në gjykat është fjalë për fjalë e fëmijëve, dhe për atë edhe doli ashtu si doli dhe nuk desha ta ndryshoj, ndoshta edhe kam dalë pak sikur po flas me fjalë të fëmijëve, por që nuk kam dashur ta ndryshoj, dhe kam dashur ta citoj fjalë për fjalë. Fjalë të ngjashme ka të shumta në për raporte, nuk është vetëm por që duhet të kufizohemi në fjalën hyrëse që të mos e mbingarkojmë proces verbalin dhe ajo ishte që desha ta plasoj në publik, ta ndaj me ju. Më intereson pikërisht këtë çështja me Suedin, keni punuar në Ministrinë të Drejtësisë, dhe po më intereson me ditë sa është e mundur që kjo çështja e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar pikërisht me shtetin e Suedisë, nga që nuk ekziston një marrëveshje me atë shtet. E kemi thënë që në krye tjera sa i përket çështjes së raporteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, ato zhvillohen mbi dy parime principe, mbi bazën e parimit të reciprocitetit edhe mbi bazën e marrëveshjeve të ratifikuara në kuvendet respektive. Në këtë drejtim Kosova, pavarësisht mungesës së marrëveshjes së ratifikuara me ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, ka marrëveshje me pjesë ndërmuese, por mos më thonë ndoshta me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, qoftë mbi bazën e reciprocitetit, qoftë mbi bazën e marrëveshjeve, dhe në këtë drejtim unë besoj që kjo lehtësisht mund të sigurohen këto prova përmes ndihmës së ndërqet në mes të autoriteteve të dyja vendeve.